si vinë për protestuar në Tiranë? Po, Haradina është pjesë e krimit ekonomik në Kosovë, por është Haradina i cili përfundon një gjykatën e Kosovës në akuzë që bëri Drama. A kupton të këta lozim për interesa personale, momentale, dhe jo për interesa madhore, historike, kombëtare. Pra, ju mendoni që është pjesë e treshes e kësaj situate Rama Berisha dhe Haradinaj? Po. Edhe zotëria që na bëri thirrje nga Maqedonia. Po, do ju pyesja, edhe për Ali Ahmetin do ju pyesja. Ali Ahmeti është pjesë e kësaj tradhtie kombëtare, sepse ka lozur majtas dhe djathas për interesat e tija politike dhe personale në Maqedoni. Kolonel, po janë përçarë shumë shqiptarët. Para 4 vite kishim 4 kryeministra shqiptar. Tani jemi bërë lëmsh me njëri tjetrin. Në një krah është Rama me Ali Ahmetin edhe opozita në Kosovë, në krahun tjetër është Albin Kurti, Vleni në Maqedoni dhe Partia Demokratike në Tiranë. Është fatkeqësi e madhe e dashur gazetarë, kur dikush që pretendon për pushtet, nuk vjen pushtet për shërbyra dheu dhe kombit, interesave vendetare dhe njerëzve që ai përfaqëson. Pra, duke përfituar nga ligji i sistemit shumë partijak, partitë politike u shfrytzuan nga njerëz që nuk shërbejnë atë dheu të kombit dhe popullit shqiptar. Dhe kjo është tragjedia e madhe që sot në Shqipërisë. Fatos nano këshëprore madhore. Faktën e dorëzon vetë politik për të shpëtuar Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Nësa Berisha dhe Rama dhe Berisha nuk e dorëzoj pushtetin politik, se nuk i shërbejnë Shqipërisë, shqiptarëve dhe kombin shqiptar, dhe kur në Angli për 10 vjet janë ndrruar 7 kryeministra, Edi Rama ka 13 vjet të shkatërrojë Shqipërinë dhe nuk largohet nga pushteti. Kolonel, si të duket imazhi i Ramës në arenën ndërkombëtare në këto momente, kur gjitha mediat po flasin për situatën në Shqipëri? Turpi i kombit shqiptar, gjithë media botërore ka vënë në plan të parë gjendjen në Shqipëri të një vendi të varfëruar nga këtë bandë kriminale hajgutrie dhe ju rikthyen edhe shtata, sepse edhe në edhe shtatën unë shoh diplomatë në ato vite jashtë shtetit Turqi dhe misionte para në gjithë botën jepë Shqipërinë luftë civile, vrasje të merre. Nësa tani jep Edi Ramën që ka pushtuar Shqipërinë dhe nuk dëgjoni popullët tërë të vitur këmbë. Në Europë, në Amerikë dhe bile dhe në Irak. Në Irak, lajmi i parë jepë Shqipëria. Turpi kombit, ky njeri pa përgjegjshëm ku e çon emrin Shqipëri. Po përgatitet për të vajtur në Turqi në samitin e NATO-s tek Erdogani, pak ditë më parë një takim me ambasadorin turk, nga një pjesë e mediave u interpretua dhe si i pasakont për mënyrën e organizimit. Janë aluduar dhe për çarje mes tyre, por se di. Siç e kam thënë në kanalet tjera televizive, u bërë të janë para Erdogani mblodhi urgjentisht kuvendin e Turqisë dhe në pjesët televizive se pas e i tha interesa strategjike të Turqisë në Ballkanin Perëndimor janë në kërcënim. Interesat kombëtare të Turqisë u prishën shumë rënd në Ballkanin Perëndimor sepse qeveria shqiptare Edi Rama ka dhënë ishull strategjik do Trampos, Sazanin, Izraeli. Izraeli pasi mori Kiprun e Jugut dhe pjesë veçantë të Greqisë hyri në Shqipëri dhe përbën kërcënim për sigurinë kombëtare të Turqisë. Hylli bisedën, por më vonë mblodhi qeverinë dhe i tha bëni gati të dërgohet shkresa qeverisë shqiptare të borxhit që ka Shqipëria që nga 92 $1.2 miliard i paguaj gjaku i popullit shqiptar nga tradhtit kombëtare që bën Edi Rama nga datë sa strategjik. Kolonel, do ta mbyllim me Shtetet e Bashkuara. Ju në bisedën e fundit më thatë që ajo që do thotë ambasadori do varet në raport me atë që mendon ai për Izraelin edhe për Shqipërinë, për ambasadorin e ri që do vinë. Keni ndryshuar mendim te kjo apo i qëndroni kësaj që gjithçka për ambasadorin e ri do të varet nga ajo që mendon ai për Izraelin? Unë jam vetë ushtarak madhor dhe kam punuar diplomacinë ushtarake, ndërsa ambasadori do vi këtu nuk ka punuar diplomacinë ushtarake. Ka qenë thjesht komandant ushtrie. Pra, e vlerësoj si kuadër ushtarak që vjen në Shqipëri
por natyrisht profesionet dhe vlerat e mdhi, na ku kanë punuar edhe me diplomat ushtarak amerikan, ku kolegu im atashe ushtarak, atashe mbrojtjes në Turqi, ishe një nga shokët tim më të afër. Inshallah do zbatohet i tharë kongresu kërë votën. Do jem një nga mbështesit kryesor të luftës kundër të krimit të organizuar qeveri shqiptare dhe do mbështes spakun. Nëse do vime këto do jetë pjesa interesave të Shqipërisë. Nëse do loz me dy porta edhe interes të Izraelit, pasi izraelitët janë një pjesë e rëndësishme në politikën e Amerikës, do jetë fatkeqësi Shqipërisë. Të lutem edhe diçka, kolonel, me këtë situatë, me këtë bord drejtues të protestës, nëse juve ju ftojnë për të folur sërish atje, a do shkoni? Edhe një herë, nëse ky bord i kësaj proteste ju fton prapë që të shkoni të flisni në shesh, do shkoni? Mua nuk më ftoi bordi protestës, mua më ftoi me këmbgulje të shkoj atje përfaqësuesit e diasporës, që ishte ditja diasporës Tiranë. Dhe, si që kanë shpjeguar me këmbgulje të tyre shkova, fola shkurt dhe sakt, më morën me masa sigurimi në këtyre masa sigurimi. Me bordin nuk më lit asgjë, sepse bordi nuk përfaqëson interesat kombëtare dhe ato që luftoi u realizohen. Kolonel, po e mbyllim me këtë deklaratë tuajën që më let kuptoj që me këtë nisje që kanë protesta duket sikur po vdes. Të falenderoj shumë. Po. Protestën dhe Shqipërinë ne nuk do ta lëmë kurrë të vdes. Do të vazhdojmë në rrugë të tjera mbështese organizative dhe do të realizojmë natyrisht me shumë lodhje shirimin e Shqipërisë në këtë tradhti kombëtare të rrezikshme. Do lodhemi, ndoshta mund të ketë edhe të vrarë nga neve. Do vazhdojmë luftën, nuk të hiqemi. Të falenderoj shumë, kolonel. Gjithë mirë.